Një ekip i avokatit të popullit po zhvillon prej 3 ditësh një inspektim në burgun e Reqit në Shkodër. Gjatë vizitës institucioni u inspektua nga afër dhe nga avokati i popullit Endrit Shabani, i shoqëruar nga komisioneri për parandalimin e torturës Ahmet Prenqi. Pas takimeve me të dënuarit dhe stafin, Shabani deklaroi se pavarësisht se burgu është një strukturë e re, vjojnë të evidentohen problematika të sistemit penitenciar, veçanërisht sa i takon rehabilitimit dhe shërbimit shëndetësor. Sa para vendosën në buxhetin e shtetit për trajtimin shëndetësor qoftë të burgosurve, ashtu dhe të punonjësve dhe stafit të mbështetës të burgjeve. Sepse vërtet ka humbur jetën 5 të dënuar deri tashmë në këtë vit, kanë humbur jetën dhe 2 punonjës të burgjeve. Pra, të dyja palët, si ata që janë duke vuajtur dënimin dhe ata që janë duke kryer shërbimin e tyre publik, të duhet kenë akses në shëndetësi. Dhe kjo është përgjegjësi direkte e institucioneve shtetërore, të cilat duhet ta garantojnë këtë akses. Një pjesë e mirë e rasteve që ne raportuam edhe tani, janë persona që kanë humbur jetën për shkak të infarktit të miokardit, që ndoshta po të kishte trajtuar në kohë mund të ishin shpëtuar ose mund të kishte marrë trajtimin e nevojshëm. Ai ngriti shqetësime edhe për zbatimin e ligjit të amnistisë, duke thënë se disa të dënuar nuk po përfitojnë dhe pse plotësojnë kriteret për shkak të vonesave në zbardhjen e vendimeve gjyqësore. Inspektimi në burgun e Reqit do të vijojë dhe nesër, ndërsa në përfundim avokati i popullit pritet të publikojë gjetjet dhe rekomandimet përkatëse.